Ka 2 ditë që Marsi ka hyrë në shenjën Virgjëreshës, ku do të qëndrojë aty deri në javën e parë të gushtit dhe në këto javë njerëzit do të bëhen më të kujdesshëm, më analitik, më punëtor, fokusi do të jetë tek efikasiteti, tek perfeksionizmi, te organizimi, te disiplina, gjithashtu veprimet do të bëhen më me shumë logjik dhe më me pak instinkt, pra do të ndiqet logjika më shumë se sa instinkti dhe motivimi i fortë për të marrë me detyrat e përditshme, me rutinën, me pastrimin, me shëndetin personal do të jetë më i fortë. Mund të ndjeni atë dëshirën apo nevojën për të ndryshuar dietën tuaj, regjimin ushqimor, për të stërvitur më shumë, për të rregulluar dhe përpastruar ambientin e shtëpisë, ambientin e punës, mund të shtohet ajo prirja për të kritikuar veten dhe të tjerë gjithashtu. Nëse keni tendencë për overthinking, mundet që të shtohet ajo doza e stresit, e lodhjes mendore dhe ankthit gjatë këtyre javëve, kështu që kujdes, sepse kjo do jetë për shkak të detajeve të shumta dhe mund të ketë rritje të diskutimeve rreth vaksinave, sëmundjeve, protokolleve shëndetësore, reformave në spitale, shpesh Marsi në Virgjëresh lidhet edhe me zbulimet mjekësore apo skandale në sistemin shëndetësor si dhe në atë farmaceutik. Dhe për gjithë ju që dëshironi që të lexoni se si do ndikojë Marsi në Virgjëresh tek shenja juaj e diellit dhe ajo ascendente, unë i kam publikuar parashikimet në Patreon, kështu që mund ta abonojeni apo ta blini si postim falas në patreon.com/kejastro.